Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTS Gjirokastra, jemi së bashku në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Partitë politike kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet në qarkun e Gjirokastrës, të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Banorët vlerësojnë këto kandidatura dhe shprehen se mbetet për të parë çfarë programi ka secila prej tyre. Me afrimin e sezonit turistik, Bashkia Tepelen ka nisur përgatitjet për të pritur vizitorët. Promovimi i atraksioneve kryesore dhe shtimi i shërbimeve për turistët janë disa nga hapat që po ndërmerren nga kjo bashki. Bujqësia mbetet një ndër sektorët më të rëndësishëm për sa i përket zhvillimit të ekonomisë në zonën e Libohovës. Filip Zera, përfaqësuesi i bujqësisë për Libohovën, pohon se është rritur rreth 20 hektar sipërfaqe me ullinj dhe kultura arrore. Ndërkohë, sipërfaqet e mbjella me misër, grur e jonç dhe kulturat e tjera janë të ngjashme me ato të vitit të kaluar. Më shumë rreth pronësisë industriale, rëndësisë së saj dhe mënyrave se si ndikon ajo në zhvillimin ekonomik të një vendi, mësuan studentë të Universitetit të Gjirokastrës. Këto informacione i morën gjatë një leksioni të hapur, të mbajtur nga përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale. Vijojmë gjërësisht me materialet e përgatitura. Partitë politike kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet në qarkun e Gjirokastrës, të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Banorët vlerësojnë këto kandidatura dhe shprehen se mbetet për të parë çfarë programi ka secila prej tyre. Partitë politike kanë dorëzuar tashmë listat me emrat për deputet edhe për qarkun e Gjirokastrës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Emrat e përzgjedhur kanë ngjallur reagime të ndryshme tek qytetarët, por në fund ata përsëri shprehen se mjafton që kush të zgjidhet të punojë dhe të bëjë gjëra pozitive për qytetin, por edhe për gjithë qarkun. Më pëlqen një shumë të mirë dhe jam dakord të kandidojmë. Mjafton që të punojmë për qytetin dhe të eci puna. Të zgjedhur tamam janë ata, por si emra i njohin, janë të mirë. Ata që do vënë për deputet do zgjidhen, nuk do i marrën nga ata që kanë antar. Me ata që janë të kenë arsimin, të kenë komunikimin me njerëzit, se është puna me vështirë punosh me njerëzit. Edhe kështu. I njoh dhe janë shumë të mirë. Të punoj, të na grënden çik pensionet, është pikë e parë. Emrat e rinj dhe ata të rikandiduar janë pjesë e një gare ku çdo vot do të jetë vendimtare. Partitë politike synojnë të tërheqin sa më shumë mbështetje, ndërsa qytetarët mbeten ata që do të vendosin në kutitë e votimit. Me afrimin e sezonit turistik, Bashkia Tepelen ka nisur përgatitjet për të pritur vizitorët. Promovimi i atraksioneve kryesore dhe shtimi i shërbimeve për turistët janë disa nga hapat që po ndërmerr kjo bashki. Sezoni turistik po afron dhe Tepelena po përgatitet për të mirëpritur vizitorët, investime në infrastrukturë, promovimi i atraksioneve kryesore dhe shtimi i shërbimeve për turistët janë disa nga hapat që po ndërmerren nga Bashkia Tepelen. Jemi duke punuar në fakt dhe me pjesën infrastrukturore, cilat dhe ato kanë impaktin e tyre për sa i përket zhvillimit turizmit kryesisht malor. Jemi duke punuar për rrugën Progonat-Golem, e cila është një rrugë mjaft interesante për turizmin e off-roadit. Jemi duke punuar për rrugën Nivic-Lluf, e cila dhe ajo lidhet drejt me turizmin malor dhe turizmin e gjelbër, le të themi. Gjatë viteve të fundit, interesi për Tepelenën është rritur ndjeshëm, veçanërisht për natyrën dhe historinë e pasur të zonës. Autoritetet vendore synojnë të ofrojnë një përvojë më të mirë për turistët, duke bashkëpunuar edhe me bizneset vendase për të promovuar produktet dhe shërbimet lokale. Jemi duke punuar për shtigje turistike dhe për sinjalistikën turistike në gjithë territorin e Bashkisë Tepelen, e cila do të jetë gati me çeljen e sezonit. Jemi duke punuar për sistemimin e siteve të rëndësishme turistike. Sikur se ju e dini, Kalaja është tashmë në rikonstruksion dhe po merr formën e saj për të prezantuar tek vizitori. Akuadukti Alipashit gjithashtu i është nështruar një ndërhyrje e cila e ka nxjerrë më në pa dhe ka siguruar, si thuaç, vizitorin aksesin për ta vizituar monumentin. Si dhe monumentet tjera në bashkëpunim normalisht edhe me Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës.
Vitin që lan pas te Pelena dhe rrethinat e saj u vizituan nga rreth 40.000 turistë, ndërsa edhe për këtë vit pritshmëritë janë të larta. Bujqësia mbetet një ndër sektorët më të rëndësishëm për sa i përket zhvillimit të ekonomisë në zonën e Libohovës. Filip Zëra, përfaqësuesi i bujqësisë për Libohovën, pohon se është rritur rreth 20 hektar sipërfaqe me ullinj dhe kultura të tjera arrore. Ndërkohë, sipërfaqet e mbjella me misër, grure, jonç dhe kultura të tjera janë të ngjashme me ato të vitit të kaluar. Në zonën e Libohovës, fermerët kanë rritur sipërfaqet e mbjella me ullinj dhe kultura arrore. Filip Zera, përfaqësuesi i bujqësisë në Libohov, ka shprehur se vitet e para të kultivimit të këtyre kulturave kanë dhënë prodhime shumë premtuese. Në bashkinë Libohov, kulturat e reja që mund të quhen është kultura e ullirit, pasi është shtuar sipërfaqja e mbjelljes me këtë kulturë dhe arrorët. Arrorët në fshatrat malor kanë qenë tradicionalisht, por me subvencionet e këtyre është shtuar sipërfaqja e arrorëve kryesisht në zonën fushore. Sipërfaqja e arrorëve është rritur rreth 20 hektar. Dhe këtu ndarja mund të bëhet në dy grupe. Fermer të vegjël që prodhojnë për nevojat e tyre dhe fermer potencial. Fermerët potencial janë kryesisht fermerë që kultivojnë kulturën e misrit. Për sa i përket fermerëve që kultivojnë misër, grur, jonç dhe kultura të tjera, sipërfaqet e mbjella janë të ngjashme me ato të vitit të kaluar, shton mëtej Zera. Kultura e misrit kultivohet në 3 fshatra, në Bulo, në zonën e Libohovës dhe në Drinon e Pravisht. Numri i fermerëve është rreth 60. Këta fermerë sipërfaqet nuk i kanë rritur, qëndrojnë pasi sipërfaqja që kultivojnë nuk e kanë gjithë të tyre, e kontraktojnë nga fermerë tjerë të cilët nuk kanë mundësi ta shfrytëzojnë. Në bashkinë e Libohovës ndodhen rreth 60 fermerë të vegjël dhe me potencial të lartë. Kjo zonë është një nga më të mëdhat në kultivimin e misrit. Prej disa vitesh funksionon programi Siguria në shkolla, marrëveshje kjo mes Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, që nga fillimi i vitit të ri shkollor janë zhvilluar mbi 100 orë edukative në disa prej shkollave të qarkut të Gjirokastrës. Temat që janë trajtuar janë bullizimi kompjuterik, siguria e internetit, trafikimi i qenieve njerëzore, stop duhani, alkooli dhe drogës, si dhe siguria rrugore. Sot në ambientet e shkollës 9-vjeçare Koto Hoxhi u zhvillua një takim informues me temen siguria rrugore. Ndihmës specialist për edukim në shkolla dhe punën me të rinjt dhe përfaqësues të qarkullimit rrugor të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër ju shpjeguan nxënësve konceptet bazë të sigurisë rrugore. Gjithashtu me nxënësit e kësaj shkolle u diskutua për mënyrat se si mund të sensibilizojnë pjesën tjetër të shoqërisë për të zbatuar me përpikmëri rregullat e qarkullimit rrugor, në mënyrë që të krijojmë një ambient të sigurt për përdoruesit e rrugës. Zonat rurale të Gjirokastrës vazhdojnë të tërheqin turistë të huaj. Fshati Asim Zeneli në njësinë administrative Antigone është një prej zonave më të pëlqyera prej tyre për shkak të afërsisë që ka parku arkeologjik i Antigones dhe mikpritjes së banorëve. Bujtina e familjes Shuaipaj në këtë fshat këtë vit ka një rritje të rezervimeve. Zonat rurale në Gjirokastër vazhdojnë të jenë ndër të preferuarat e turistëve të huaj. Në këto ditë pranverë, fshati Asim Zeneli ka mirëpritur vizitorë të shumt, fal afërsisë që ky fshat ka me parkun arkeologjik të Antigones, por edhe fal mikpritjes së banorëve. Ky fshat i vogël me bukurinë e tij natyrore ka krijuar mundësi të shkëlqyera për turistët që duan të eksplorojnë natyrën dhe ata që kërkojnë një eksperiencë autentike shqiptare. Bujtina e familjes Shuaipaj në këtë fshat ka tërhequr vazhdimisht vizitor dhe ka pasur një rritje të rezervimeve. Edhe si vjet ka pasur shumë turistë në fshatin tonë, sepse ne kemi një favor që ndikojmë nga qyteti antik i Antigones dhe nga turistët pëlqejnë shumë hipizmin, kemi një stacion kuajsh këtu dhe bujtina ime është nga më të preferuar
sepse ne kemi krijuar kushte shumë të favorshme për turistët. Para 2-3 ditësh kisha 4 turistë turq dhe jam i pronotuar edhe pas 2-3 ditësh me 4 turistë 2 çifte francez. Është fillimi i mbar, kuptohet se muaji mars është një muaj që jo i lakmueshëm nga turistët. Vitin e kaluar kemi filluar nga maj. Ndërsa si vjet filluam shumë shpejt. Kjo më jep shpresa se si vjet do të ketë një turizëm shumë të favorshëm. Si keni prenotimet për muajt e ardhshëm? Ne punojmë me bookingun dhe për muajt e ardhshëm kemi prenotime, po akoma nuk jemi në stadin që kërkojmë ne, sepse është shumë herët. Bile unë jam shumë i habitur për këtë vit, ta e thash edhe më parë, sepse vitin e kaluar ne filluam në maj. Tani filluam që në muaj mars. Kjo tregon që ne do të kemi një boom turistik. Pritshmëri janë të mëdha. Unë shpresoj që këtë vit do të kemi më shumë turistë nga që kemi patur vitin e kaluar. Unë jam shumë i kënaqur edhe nga viti i kaluar, kemi bërë një turizëm, ne kemi dhënë maksimumin, po dhe ata na kanë pëlqyer jashtëzakonisht. Administratori i kësaj bujtine pohon se nëse turizmi vazhdon të rritet në këtë mënyrë, ata planifikojnë të investojnë edhe në ndërtimin e shtëpive prej druri për të përballuar fluksin e vizitorëve gjatë sezonit turistik. Unë me këto të ardhura që siguroj nga turizmi, i grumulloj dhe them që veç këti objekti që shikoni ju këtu, mbrapa këtia do të bëj një natyre tjetër, disa dhoma me dru. Ato janë dhoma të gatshme që montohen dhe turistët i pëlqejnë shumë. Unë kam dhe një fermë 2 kilometra larg fshatit dhe ata vinë aty me makina që stacionere që i kanë dhe për të fjetur, por vinë edhe me çadra. Mendoj se dhe aty do të kemi një sukses. Pra qëndrojnë dhe aty? Po qëndrojnë, e pëlqen, bile atje e pëlqen më shumë se atje është një vend shumë i bukur, natyrë shumë e qetë dhe një ajër mjaft i freskët. Dhe aty kur vinë turistët çuditen. Sepse atje ka gjithë pjesë të natyrës, ka fushin, ka malin, ka kodrën, ka ujin, ka lumenjt, ka kodrat, ka pemët, ka gjithçka, pyllin. Kështu që ata aty gjejnë veten e tyre. Dhe mendoj se si vjet kuptohet që do të kemi punë më shumë nga vitin e kaluar. Investimet e banorëve të zonave rurale në funksion të turizmit kontribuojnë në zhvillimin më tej të këtij sektori dhe përmirësimin e shërbimeve për vizitorët që kërkojnë të kalojnë një pushim të qetë dhe autentik në fshat. Më shumë rreth pronësisë industriale, rëndësisë së saj dhe mënyrës se si ndikon ajo në zhvillimin ekonomik të një vendi, mësuan studentë të Universitetit të Gjirokastrës. Këto informacione i morën gjatë një leksioni të hapur të mbajtur nga përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale. Rëndësia dhe përfitimet e pronësisë industriale ishin në fokus të leksionit të hapur të mbajtur në Universitetin e Qrem Qabe nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale. Ky takim informues erdhi në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar mes dy institucioneve për të shpërndarë sa më tepër informacion mbi këtë fushë që mbetet akoma sfiduese për vendin tonë. Ne kemi obligimin shpirtëror edhe të ligjshëm që të paktën 2 herë në vit të ofrojmë orë leksionesh të hapura për rëndësinë e regjistrimit të objekteve të pronësisë industriale, për konceptet bazë të pronësisë intelektuale, si dhe për t'i dhënë mundësinë studentëve që të updatohen me arritjet e fundit në teknologji, me motorat e kërkimit që përparojnë nga viti në vit, që nëpërmjet organizatave ndërkombëtare me të cilat neve aderojmë, ato të kenë mundësi të kenë hapësirë kërkimi, të kenë hapësira motivimi, sepse kreativiteti sot, sidomos për brezin e ri, është një nga ato gjërat që po japin edhe booster ekonomisë, po japin edhe po hapin dritare të reja për mënyrën se si të rritet gjithë botës mund të jenë në networksa, në të njëjtat networksa. Drejtoria mundohet që nëpërmjet një kalendari të vizitojë të gjitha universitetet në Shqipëri, sepse me pjesën më të madhe të universiteteve ne kemi krijuar marrëveshjet e bashkëpunimit. Në fokus kryesor për neve është arsimi qoftë ai sistemit parauniversitar, qoftë universitar, sepse është qeliza ku fillojnë ndryshimet. Kështu që të realizojmë edhe një nga detyrat funksionale që është promovimi i objekteve të pronësisë industriale, si dhe t'i vim në ndihmë të gjithë të rinjve
duke i mbështetur, duke i incentivuar ndonjëherë edhe me çmime, sepse për studentat ne kemi tarifa më të ulta për regjistrimin e shpikjeve të tyre, sepse në ditët e sotme po shikojmë që inovacioni është bërë hapi i parë dhe më i rëndësishëm si dhe motori më kryesor i zhvillimit të ekonomisë së vendit. Po pse është i rëndësishëm regjistrimi markave, patentave dhe dizenjove industriale? Nga që ligji ja njeh të drejtën atit që bën procesin e regjistrimit përpara, ai mund përfitoj nga shpikja jote, nga marka jote tregtare, nga produktet gjeografike që janë të rralla të zonës ku kultivohen, sepse këto janë objektet e procesit industriale, marka tregtare, dizenjot industriale, patentat për shpikje dhe treguesit gjeografik që kanë të bëjnë me produktet dhe me zonat veçanta gjeografike në Republikën e Shqipërisë që janë pafund, sepse ne kemi një klim që ofron shumë varietete. Pas burimeve njerëzore, pronësia industriale është aseti më i rëndësishëm i një kompanie. Kjo është edhe arsyeja pse nga kjo drejtori organizohen takime të tilla për ta shtrirë sensibilizimin në shkallë kombëtare. Vasil Basho është një ish mësues i ciklit të ullët në fshatin Anton Poçi, i cili 18 vite të jetës së tij ja ka kushtuar mësuesisë. Ai sot është 84 vjeç dhe rrëfen historinë e tij në këtë profesion, e cila ka qenë e vështirë, por edhe e mbushur me emocione të bukura, të cilën juftojmë ta ndiqni pas siglës mbyllëse të dritarit informativ. Bashkë mirë takofshim.